Shqipërisë. Një copë hajdute që nuk ka shoqen hajdutëri në 113 vjetë e fundit. Zëvendës kryeministër. E vërteta, të vërtetën e nxori Lakuriq, si që dinim ne, njeriu më i afërt i Edi Rams, në disa aspekte dhe shefi i tij, në disa marrëdhënie speciale, Baton Haxhia. Po tha, 50 milion avulluan, po ishte avullim gjeopolitik, duke përpjek të implikoni në këtë mënyrë presidentin e Turqisë. Nuk thot populli kot, po ndajte me qenë, pleshta do kesh. Po, se ishte gjeo dhe geopolitikën e ka vetëm kryeministri. Të tjerët janë kota, janë gurshahu. Tani këtu të them dhe unë një gjë. Për hir vërtetës, jashtë përgjegjësies del asnjë, po geopolitikën e ka kryeministri, prap ju them. Këtu Batoni me cilin s'mund pajtohem kur në 1000 gjëra, por në këtë rast ai ka rapiks. Po, e ka kryeministri, e ka geopolitikën. S'mund ta ketë ministri. Pra Edi Rama përdori geopolitikën për të grabitur 50 milion euro. Edhe keni parasysh